Pas nisjes nga pedonalja Shkodrës, juristi Arsid Muriqi ka vijuar këtë të mërkur rrugtimin e tij drejt Athinës, në kuadër të sfidës për të përshkuar rreth 900 kilometra me një biçikletë prej druri. Një nga ndalesat e tij ishte edhe qyteti i Lezhës, ku takua me qytetarë dhe ndau detaje mbi këtë nisëm të veçantë. Itinerari i tij do të vijë më pas drejt Vlorës dhe Sarandës, për të kaluar më pas në territorin grek. Për Muriqin kjo nuk është thjesht një sfidë sportive, por një provë personale, e ndërtuar mbi pasionin për ciklizmin dhe promovimin e një stili jetese të shëndetshëm. Ai synon të përshkojë mesatarisht rreth 100 kilometra në ditë. Atëherë, sa po kam arritur rrugën, jam nisur nga qyteti i Shkodrës, nga qendra, nga pedonalja, sa po kam arritur në Lezhë, do vazhdoj rrugën drejt Tiranës. Rruga shkon shumë mirë, jemi shumë okay dhe me nxehtësinë dhe me vapën. Cili është qëllimi juaj? Qëllimi gjithsej është një sfidë personale, sepse duke parë që jam prej vitesh që merrem me sport dhe me ciklizëm. Kam synuar që të arrijë Europën, të arrijë qytetin e Athinës me biçikletë, të rrah me biçikletë prej druri. Biçikleta me të cilën po udhton është një model i veçantë prej druri, prodhuar jashtë vendit, duke e bërë edhe më të veçantë këtë rrugtim. Biçikleta prodhohet në fakt jashtë Shqipërisë, por kam qenë pjesë e këtij projekti dhe prandaj kam bërë ture të ndryshme, kështu që këtëherë doja që nisha nga qyteti i Dinës dhe ta promovoj edhe pak vendin tim. Nëse gjithçka shkon sipas planit, Muriqi pritet të mbërrijë në Athinë brenda kësaj jave. Gjatë gjithë itinerarit ai fton të rinj dhe të apasionuarit pas ciklizmit i bashkohen, qoftë edhe për një segment të rrugës, me synimin për të përcjellë mesazhin se aktiviteti fizik dhe një stil jetese i shëndetshëm janë sfida që ia vlen të ndërmerren.